Ju pyesni për aksidente, për atë që ka ndodhur me fëmijët do ta ulim kokën, thellë, se jemi fajtorë të gjithë. Asnjë s'është pa faj në këtë mes. Pse në këtë vend? Domethënë, fajësia është sipas aftësisë dhe sipas postit. Mirë po, i vend fajti një militanti që ka dalë atje në krye të vendit duke dhënë një diplomë falso dhe një testë partie. Si vend fajsa ai shkret është invalid, ai ka shkuar atje për të marrë rrogën. Faj vihet tek elita, tek njerëzit që kanë zë, kanë figurë, kanë mendje, kanë gjitha dhe nuk bëjnë zë. Kjo është e keqja e madhe. Nga këto na vjen e keqja ne, nuk na vjen e keqja nga të paditurit, as nga të shiturit. E keqja na vjen këta elitat, pseudo-elitat që nuk ndërhyjnë, që nuk flasin dhe bëjnë një të keqje të madhe me heshtjen e tyre, ndihmojnë edhe tradhtin, ndihmojnë dhe aksidentin, ndihmojnë të gjitha këqijat. E keqja më e madhe është elita e heshtur, ata që e mbajnë veten për intelektual dhe heshtin, ata që e mbajnë veten për njerëz të penës, të lapsit, të fjalës dhe heshtin. Këta e bëjnë, ky është fakti. Tani do më thoni mua, si do vi policia rrugore të dalë, se e kam thënë në profilin tim Facebook, po inshallah ta transmetoni, mos e shkutoni, sa mundeni. Shkon atje polici rrugor ose polici tjetër dhe e shikon me një rrugë të zbardhukur, të dalboje. Po që kur e shikon ai tjetri kalon këtu me një Porsche të madhe, gjithë ajo Porsche 100.000 euro. Edhe është si gargu Porsche ose ai Range Rover, Land Rover apo diçka. Shikon policin atje me rrugë të cilësitë e fundit, e ka marrë rrobën atje dhe është zbardhur në diell, në diell do vijej. Që kur e shikon në figurë etika, shikon atë kriminalin, atë pianesin, atë drogaxhiun, shikon atë njeriu që i ka me të gjitha të zezat ose atë djalin e gjykatësit ose djalin e politikanit me Porsche, me Range Rover, me Lamborghini herë. Shikon dhe policin atje të zbardhukur. Nuk ja barë policit, fillojnë dhe e nënçmojnë. Nuk ka që t'i bëj polici, se nuk ka ligj, ka rënë sistemi. Nuk ka ligj, nuk ka kumbështete. Shkon një polici shkretë, me atë rrobë të vjetër, rinë natë ditë atje jashtë, e qonë në gjykatë, e merë gjykatësi, i merë një thes me leka ti, e nxjerr të lirë të nesme. Atëherë polici dekorajohet edhe popullin, ndodhin këto fatkeqësitë mëdha e varrosen fëmijë. Imagjino 2 fëmijë, janë 2 botë, 2 ëndra të ndërprera, mund në lulën, në fillimet, në gonxhen e atyre të ndafitojnë, janë si 2 gonxhe të ndafilin, i çon në varr atje, sa katon dhe tjetrin, edhe vjen të gjithë, domethënë, imagjino, të rrezikuar të gjithë.